Tani ta shohim edhe interiorin. Është me tapiceri të zezë, lëkure. Sendilin e ka manuale, normalisht, se e 90-ës edhe. Kjo është automat. Për kohën e vet i ka opsionet. Është me kondicioner. Kasetofonin origjinal e ka, po s'është montuar akoma. Automat, xhama elektrik, edhe sendiljet me ngroje. Kabinë e vogël, e mbledhme. Crosscolti, klasik i BMW-s, edhe timoni tresh. Kambio automat, sendiljet i ka Recaro fabrike, sportive, me ngroje, që mboni përshtypje, që ka sendiljet me ngroje për këtë vit. Xhamat elektrik, është kabinë vogël praktike, çdo gjë e ke afër. Mrapa ka hapësirë, jo shumë, normalisht se makinë vogël është, por ka pak hapësirë. Ta morëm i xhiro edhe i 30-ën. Kjo pastaj është nga ato makina që e shijon çdo lloj shpejtësie. Me këta edhe në trafik nuk mërzitesh.